Jam shumë e lumtur që mora ftesë kombëtarës edhe gjithashtu që jam kapitene e kësaj skuadrës. Nesër kemi lojë kundër Maqedoninë e Veriut edhe do futemi aty vetëm me marrë 3 pikësh edhe të dalim me fitore. Përballë kemi ndeshje me Moldavinë dhe me Kosovën edhe shpresojmë që t'i fitojmë ato ndeshjet edhe të dalim në vend parë e grupit. Është shumë kënaqësi që të luaj me këtë fanell në Kuqezi edhe ka qenë ëndra ime që kur kam qenë e vogël që të luaj për Shqipërinë. Kemi luajtur më përpara me Maqedoninë dhe e njohim si ekip, po akoma do luajmë lojën tonë edhe do hyjmë aty mbrenda me marrë 3 pikësh. Jam shumë e kënaqur që mora ftesë nga ekipi kombëtar, nuk është hera ime e parë, po